Faleminderit shumë për këtë hyrje, kaq të bukur edhe me kaq shumë emocion. Unë kam kënaqësinë që sonte në Spektri Podcast i kem dy anëtar nga Shoqëria Kulturore Artistike Presheva në Preshevë, dhe me cilët do të flasim për promovimin përmes këngës të identitetit shqiptar, ruajtjen, të cilët e ruajnë dhe e kultivojnë jo vetëm në Lugim, po edhe përtej kufive. Kam kënaqësinë t'i kem në studio Agim Kadriun, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm, ju faleminderit për ftesë. Kënaqësi dhe Bashkim Halimin, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, ju faleminderit për ftesën. Fillimisht dua të falenderoj dy sponsorat e emisionit tonë, të cilat janë dy kompanitë më të mëdha vendore, kompania Royal Beverage, e cila ka shumë lloje të pijeve në treg, e ne në studio i kemi disa prej tyre, dhe kompania Transportit Viator. Të flasim pak për fillimin e Shoqërisë Kulturore Artistike, kur ka fillu, u kon ajo fillimi për më mbledh një grup edhe kush e ka marrë iniciativën, cili do për juve lirisht më në na tregu pak. Hajde po filloj. Po ideja e formimit të kësaj shoqërie ishte pikërisht nga profesori arsimtari domethënë i kulturës muzikore, Mevlan Halimi, i cili mor iniciativën. Tash ai jeton në Prishtinë, atje vepron, po ishte një begati të madhe të kulturës e ka dhënë edhe në komunën tonë. Mendimi i tij ishte na ftoi neve veç e veç, secilin do të thotë këngëtar, muzikant të Luginës, bisedum rreth idesë formimit qysh tek ne na dha propozimin, ne pa hezitim të gjithë e pranum. Të gjithë e pranum, edhe drejtë me ta thonë fillum ti maj mushtrimet në shkollën fillore, të e falemderu edhe arsimtarin Bashkim Halimin, cilin na rezervoj një klas aty, edhe fillum të shtrojmë, mirë po fillum nga hiqi, nga zero, ndër zero, se jo nga zeroja. Instrumente s'kishim, do të thotë veshje jo, veshje kombëtare, kur gjo hiq. Edhe prezantimi i parë ka qenë në sallën e Kuqe në Prishtinë. Ishte pensionimi i profesorit arsimtarit Mevlan Halimit, edhe a ditë më kujtohet ka qenë viti 17 prill 2019. Aty startum, prej aty me vështërsi dhe po do të vije ko paskohet e spjegojmë se ç'është kemi ardhur. Me vështërsi, po me shumë entuziazëm e keni fillu. Tregomni sa u kanë vështirë me mbajt për kaq shumë vite një grup. Se ndoshta që kjo tani është më sfiduese. Po, sipas kryesisë që e formuam në Shoqërinë Kulturore Artistike, unë u zgjodha kryetari i shoqënisë. Gjithë barrën e organizimeve, festivaleve, e financimit e kisha mbi supe. Kështu që ne së bashku punuam deri në ditën e sodit, ku në fillim kishim shumë sfida të mëdha, se për shembull ishim pa instrumente, se e përmendej zot Reagimi. Instrumentet kushtojshin shumë, në atë kohë na ndihmuan komuna dhe ne blejtëm disa instrumente ku sa ishte starti. Pastaj na ndihmuan edhe drejtori i Shtëpisë Kulturës, në atë kohë ishte Valon Nuhiu, i cili na dha një lokal, ku sot dhe ma ditë qëndrojmë në atë lokal. Se shumë tashku nuk kishmi financa, ku s'kishmi instrumente, ku s'kishmi lokal, se në fillimin e filluam shkollën fillore Ibrahim Kelmendi, ku punoj edhe unë e thash, osi në ndihmoj Valoni edhe na morëm një zyre, ku sot dhe ma ditë punojmë to. Po shumë vështirë ishte se unë si profesor i muzikës njihsha shumë njerëz të kulturës muzikore, profesora, kompozitor, ku na ftojshin, po më vike pak si zor mi thonë që brej faleminderit për ftesën, po na jemi dopt financiarisht, se në Gjirokastër për shembull ku e kemi Arben Rexhaj, i cili na pa të ftu, ne veç shkurja 1500 euro e transportit, e ku janë tjera të argjimet tjera, dhe më thonë shumë vështirë është me marë pjesë në për festivale. Po mendimin dhe entuziazmin e shokëve të jemi në Shoqërinë Kulturore Artistike, pranuam kështu pa financa, ne se kemi ndërprej sot dhe ma ditë as ushtrimet, po as festivalet.
Çfarë emocioni është kjo me kultivu këngën shqipe, me promovu traditat e vendit tonë, e me përfaqësu Preshevën në shumë festivale, edhe pse kushtet financiare ju kanë mungu? Po para se me formu shoqërinë kulturore artistike, unë si bashkim vetjak, vetjak po them se ata më ftojshin mua si bashkim alimi me këngën Thret Presheva. 2008 ka qenë kënga Thret Presheva, ku marr pjesë si bashkim shumë vende mirë, po kur u kryke festivali, thash bisedojshme me kompozitor, me juris, me ata, si është e mundë bashkim, mësë me pas shoqëri kulturore artistike. Pastaj ndroj sistemi, kur e formum shoqërinë, si tha Agimi, pak tash jemi shumë instrumentalista, edhe mbushet skena, sa atë disha vesh vetë edhe playback. Edhe fillum në për festivale me napanjeve si Preshev. Ata kanë në gjuhë për Preshevën, sa ata thonë shumë mirë, po shkove në Preshev, shkove në Gjakov, shkove në Shkodër, e kitë njëjtë. Repertorin e këngëve, tash mështim të repertori, po na jemi ku e kemi atë sfidën tonë, ku shoqëria kulturore artistike nuk bën mushu, shoqëria kulturore artistike Presheva duhet me heste para, se i kemi mbrojt keq tash ka në Lugin. Me këngë, jo me normalisht, po. Sigurisht që është privilegj me na përfaqësu, sidomos ju që keni përfaqësu vendin tonë me këngë, festivale të ndryshme. Tregona pak Agim tash, mas disa viteve, prej vitit 2019 deri sot sa po flasim, a ka ndryshu këto qëllimet ose dëshirat për me ndihmu financiarisht shoqërisë kulturore? Po, veç ta përmendi se bashkimi harrojnë, ndoshta e ka qitë e prej mendve se edhe diaspora na ka ndihmu në fillim. Po, janë disa personat nga Austria, sidomos nga Austria, se nga shtete tjera jo, po nga Austria, herën e parë na kanë ndihmuar me 600 euro, do me thonë kemi blejt, prej aty nuk kemi blejt garderobën, kurse prej komunës kemi marrë një harmonik, se një instrument, një harmonik kushton 2000 euro. Do thotë ne kemi marrë 600.000 dinar, atër 5.000 diçka euro kanë bo. Në atë periudhë që na ndihmoi, ishte festivalin e parë që shkum Sofra Dardane. Në edicionin e 18 na morëm jo vendin e parë, po çmimin e Sofrës Dardane, që ndahet çmim jubilar është. Sa mirë. Do thotë na e morëm atëherë çmimin e Sofrës Dardane për herën e parë. Ishin me qenë 47 shoqëri. Në 47 shoqëri ti me marr se aty juri nuk kanë qenë për shembull që e njeh Agimin apo bashkimin apo dikon. Ka pas juri nga Bullgaria, nga Greqia dhe 3 nga Shqipëria. Do me thonë normal, kostomograf ka pas shumë, po ne pa vallë kemi marrë pjesë në vërtet, për hir të vërtetës ka qenë edhe shoqëria kulturore artistike e Bujanovcit. Po, Shqiponjat apo si Qyrtja, Burhani, zëri i Luginës. Po, ka qenë me neve, edhe jemi shpërblim me çmimin Sofra Dardane, plus vendin e parë, edhe kënga e bukur, më e mira o zgjodha asaj vajzës Viola Rostemi. E tash po vime shkuam edhe në Turqi. Ftun vesh ja fillun të na ftojnë se mor shtypi boni jehon të madhe në Sofra Dardane në Bayramçor. Ishte RTS-ja, ishte Klani, kishte shumë televizione, edhe u ftuam në Turqi. Shkuam në Turqi na shkoi gjysja buxhetit në rrugë. 1.700 euro na mor. Shkuam po prezantuam atje 9 ditë. Po vlen theksohet tek zona se kur shkuam atje njerëzit nga Lugina. Kur thom nga Lugina, Preshev, Bujanoc, Medveçi kanë shkuar që jetojnë në Brusa, ishte 9 net e 10 ditë. Në vërtet 11 ditë bile, se ditën e parë që shkuam, po ishte me interesant, çdo ditë kishte vende festivale, edhe i mbajshim defilet. Por që di ato këta trit e pak mi marë, aty i morëm Shqiponjat i morëm këtë me valde. Ata trit e matëshim atë pankardën shoqëria kulturore artistike Presheva nga Presheva. Sa mirë. Edhe fillojshin njerëzit fshatrave Trajince, këto fshatrave të Bujanocës, Preshevës, zbritshin e pushin ato dhe neve na pushin. Emocione do të pa përshkruame. Po plus asaj kur e shifshe publikun 15.000 vet, me të përcjell, me dorë trokit, me dala peshqeshja, na për darka, na thirshina, me shku me pi çaj. E kjo. Tash po vim te kjo vështërsit. Preshev i ra mundru shpesh do të pushtetet. Mirë po, drejtë me ta thonë duhet njeri
që shtojnë Allah katundar që rrish trem të fol drejt. Po. Prezantimi i parë kur ka qenë opozit janë konën Ardita Sinani dhe Ragmi Mustafa, për shevës po thom, Besa dhe Shaipi Kardh na ka përcjella që ka prezentu. Nuk do të thotë kur të vjen një pushtetar me të përcjell, nuk do të thotë se duhet me të dhënë financiarisht, po e keni përkrahje morale. Po. Kur e sheh për shembull atë, edhe më kujtohet mbasi asaj u kryt në thirrën festivali Lyra në Tetov. Cilët kishte edhe atje 2 neto mande. Edhe na erdhëm kolaps. Shtash nuk po shkojmë emra, po shteti nuk një na dha 600.000, tani më nuk na përkrahi. Edhe me atë unë kryetarës sot sot ç'është, pi thon kështu, a ka be mjete për të një biznismen. Ajo të mendu se do të bëhet 1.000 euro, 2.000, apo kupton? Thash në Tetov, s'po shkojmë për shkak s'po kemi rrugë, na kerrët i kishmi, po nafta ajo. Thash mi pas na shtar me 150 euro, thash shkojmë. Shka, jo. Unë si sot më kujtohet në qendër të Preshevës, mi kanë nxjerrë 200 euro, edhe më thash shkoni. Herën tjetër, të kujtohet bashkim, kur shkum në bankë, i morëm parët drejtori i shtëpisë kulturës, na thash shkoni me një bankë, unë ja qes dyqysh. Veç mos e lëni festivalin, shkum Kaçanik edhe morëm vendin e parë. Do të thotë vështërsitë janë, po drejtën me ta thonë Egzona, keni prezantuar edhe jo. Gjinabe është më shujt kjo shoqëni. Për zotin. Unë harrova. Po lirisht. Asetoj se mos ta ndërpresoj. Unë shka përjetova si kryetari i shoqënisë, se unë 4 vite isha kryetar i shoqënisë, domethënë themelim se ka letë sagimi se na jemi në bashkëpunim na nuk pse e ki pas postin kryetar, na gjithë kemi biseduar së bashku. Çfarë do të bëjmë? Se ishmi në hall të krejt. Çfarë? Edhe organizova para komunës një koncert vogël, mini koncert, edhe u mendova kon me ftu. Që të na shohin tash popullata me veshje kombëtare. Po. Na shohin instrumentalista, ishmi keq që shkojshmi edhe ndarsma. E domethënë secili këngëtar ishte orkestrën e vet, instrumentalista aty, edhe ftova nga Tetova Jetmir Rexhepin, i cili është profesor i kulturës muzikore, edhe drejtori i ansamblit shtetror të Maqedonisë. Tash u bër. E thira Eton Pustinën, po ashtu edhe profesori i muzikës, Ylber Aslanaj nga Prishtina të Koronës, profesorin, e thira edhe drejtorin e shkollës muzikës Kushtrimin nga Gjilani. Mirë, ata që s'morën pjesë Kushtrimi edhe Ylberi, tani patën arsye, mirë po jetoni edhe jetë mire erdhen. Edhe në Redin Fetau. Po, edhe në Redin Fetau nga Kumanova. Edhe pa publiku ishte ulëm karrik, disa që ndroshin këmbë, në qarshi aty, punë e madhe, dolëm na ishin televizionit, njerë më staroj të falenderoj edhe televizioni Spektri, cili po edhe në shkollë fillore ku punoj, ku i kemi ftuar çdo herë kanali, falenderoj Spektrit shumë, edhe dul Jeton Pustina e mor fjalën. Kur e mor fjalën, tha unë jam profesori kulturës muzikore, ligjeroj në këtë universitet jam në kuadër i shoqërisë kulturistike Gjeradin Zeqiri nga Tetova, jam këto tani ato abitën se kush është ky njeri, çu sherr ky njeri, e kuptum, se na lidhen neve muzika, po dhe fakulteti i muzikës, po dhe shoqënia, ja nisëm në për festivale, edhe na lidhen me shumë njerëz, me shumë mu njoftu me njerëz, mu njoftu me artista, edhe kështu. Tash fillum, kemi pas sfidat ma, kemi pas, se shumë problem është, ku tha Agimi, afërnimi e 700 euro, unë e di se unë e financat i këm pas, më kanë shku vetëm transporti që kanë shku në Turki, se unë në atë ko s'ka mujt me shku, në gjyra kasër, qëtu që kemi qenë, afërnimi euro, të më thonë, shku në parat. E shka bojshmi rreshmi, hajdeve vllazni, shka me organizu një koncert, hajde pe bojmë një koncert. E bojmë një koncert në shtëpinë e kulturës në Bjanos. Thira drejtorin e shtëpisë kulturës, ani bashkim s'ka probleme, ata unë s'po jo marrë për qindje, do thojmë misafiri këto, as 50 vesa. E organizum një shoqëni me ftesa, një koncert me ftesa në shtëpinë e kulturës në Preshev. Me ftesa për atër të Agimit, për atër të bashkimit, për atër të Egzonës. Po. Edhe unë bosh publik na pa në krejt, shkoj puna mirë, i argjum të hollët, ku na mi lypë. Vendosa
me shku se tash se kom listën, du të mi falënderu disa firma se se kom qitë për me dhe ala. Ja nisa me shku në për firmat ndryshme. Hade zotri bashkem, thash manager na kemi formu në shoqni, po pak si kemi punë financiarisht shtë njoni, pastaj të njoni, që po më janë keq se na unisëm me bisedu, nuk unisëm me bisedu për financa, shku, po... Mirë, gjitha firmat e Preshevës. Firmat na kanë ndihmu, i falenderoj gjithë. Çka duhet tjetër këtu punuar? Këtu duhet me punu se bised me shoqnitë kulturë artistike, kryetarët e shoqnive kulturë artistike të tjerë, jashtë Preshevës, Kumanova, Gjelani, Tetova, Shkupi, Prizreni këto vejtë. A kanë sfida dhe ata probleme financiare? Kanë. Mirë, po e kanë pak ma qetër se kanë bashkëpunim ku i ndihmon një firmë. Do më thonë, për para mu kur më kanë thirrë për me shku në festival, ndesh Kaçanik, ndesh Gjakov, ndesh Prizren, ndesh Tetov, unë e mas parim dal, amunja dal. Pse na jemi një matantar 12, atëre kishmi edhe violën, valës kishmi, 18, ishmi komplet krejt, disa u largun, disa sëni kanë përballuar arit, ne disa që jemi me përvoj pak ma tjetër. Ja, dhe migrimi, disa shkun jashtë. Një në vdic, një... Po, edhe kishmi sfida e zonat maja. Tash, kur më thërë kaj, thëshna, e shoqë që po më thirë, po që shme shku, hajde me dal me gjithë sponsora, në atë kohë ku thagimi, në kanë ndimu komuna, s'muj me thonë që jo, edhe ne kemi ble instrument, unë e di 750 era ku mbleve që harmonikën. Ta në klarnetin, e kitare, qëtu me rend. Dërë qëtu ku jena. Nuk kena rabash më bandar, se kështu zemër kemi. Me zemër në mbajmë prova që gje, patëm një provë, patëm vizit kryetarën e Korçës, po presmi, po përselmi, po këshërend pak se po shoqnien, është për shoqnin kulturë artistike Presheva po foli, është marrë me fol dikush keq. Se na kemi marrë pjesë çdo. Sidomos kur akademitë përkujtimore na nuk e kemi ndalë. Po. A kuptum. E thash me shku në akademi përkujtimore ti po dush me pas edhe këngën, po dush me pas edhe veshin, po s'kemi thonë jo se ata për neve kanë. Po. Jo, thash ti bashkanxhita këshire, ne nuk kemi dallu politikë. Jemi kona politik, i kemi përka çdo personalisht ajo tjetër gjë. Ajo ka qenë kështu. Ajo është e jemja personale kone përgraji edhe ja vot. Mirë po, na edhe pse jemi konë politikat ndryshme, në shoqëri apolitik jemi. Edhe sot e kësaj dite, unë me ish kryetarin jem konë në luftë politike. Mirë po kuna kaftu si Preshev me prezentu, unë kom shu edhe ja kom zjat dorën në Tiranë dhe i kom folë. Kryetari kom tonë si e. Sa ata nuk e din që una folja, nuk folja, ato bindjet politike dhe probleme politike i kom shprej këto. Mirë po ne kemi prezentu për çdo kënd. Nuk mund sot me drejtu gishtin, kërkush, që jo këta i karë partia vetë, ose u konat partia, jo. Na kemi mbajt konstant, akademit përkujtimore, si kur ka qenë pushtet i kalum, si ky, si ai qeti ma part, si kur do të vinë, do të thotë, na jemi apolitik. Ne, kur e kemi formu, kur e kemi bo statutin e partisë, kemi thonë, ne jemi shoqëri e Luginës. Nuk jemi veç e Preshevës. Na kemi arë kemi prezentu këtu, na kaftu Këshilli Nacional, na kaftu kryetari, pse tash nuk po nafton, nuk e di, kur ka qenë edhe na Gipi, nuk na kaftu, kemi pritë se po nafton, unë e foli haptas, nuk na kaftu, ka qenë Nevzati, kryetari Këshillit Nacional, na kaftu, kemi pas prezentim këtu në qendër. Të Bujanocës, edhe kërë konë Shaipi na kaftu kemi ardhë, tash sa për djeni, po mendojmë se me 16 maj do të bisedojmë të hanën me kryetarën, do të bëjmë një program në qendër të qytetit, do të festojmë edhe një vjetorin, do të ketë musafir edhe nga gjitha trojet. Sa mirë. Po, unë jam i mendimit, po do të bisedojmë me kryetarën, do të ftoj nga Elbasani, do të ftoj këngëtar të mirë, do të thotë këngës shqipe, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia do të ketë, edhe besoj se ka me dalë mirë. Po, për datën 16 e kemi vendos, e tash ta shohmi që për në thotë pushteti. Zonat ndërlidhna pak me se shkaku që punojnë arsim, 30 vite punoj pune, kom punë me fëmije, kom punë me talente të ri, kom punë me se qëto që e pashtë ju atë nëzansë që ka këndojo, ka qenë në korte une, e kom zbulu une si
se korin e ulti kom 80 antarë, prej klasës parë deri klasën e 4, edhe bashkëpunoj me ta, si në valës, si në balet, si në ekzekutime, si në këndim. Une, para zisave, nuk u qelë biseda me agimin gjatë rrugës, kom kërku me drejtorin e shtëpisë kulturës, bisedë, po edhe me kryetarin e komunës, Bjanovsit. Për shka, një iniciativë thashtë ta marrë që ta mbajmë një festival si kun Preshef që u mbajt, gëzimi ynë për fëmija. Edhe atëherë, para se me fillu të ne që kemi mbajt festivalin, kur ishke drejtor Zotri Beluli, une kisha dëshirë që të marrë pjesë edhe këtu në Bjanovs, kur agje me zgjedh talentin e ri nga Presheva, apo talentin e ri nga Bjanovs, kum pas biseda edhe me Musajn, i cili është profesor i muzikës në Bjanovs, po ashtu edhe me Tornovsit, ja rova emrin, profesorit muzikës, që kemi ftu në juri shpesh, po më bjerë me ndemri. Është mirë me pas bashkëpunim, po dalë të nëzansit. Po, me zgjedh talentin. Problemi më i madh, i cili që kemi biseduar me kryetarin e Këshillit Nacional edhe përpashëm edhe tash me Enklin, po më doget se Enkli jo po më doget, po është e vërtet që ka çuar një kërkesë për hapjen e shkollës muzikës, shkollës sultë muzikës në Preshev. E aty të zbulohen talente të ri. Pse? Jemi një gjenerat, po agimi është më i vjetër se une, se mos më i vjetër se duket më i ri. Jemi një gjenerat ku nga dalë edhe nga pensioni, po edhe ma nuk mundesh të marrësh pjesë. Qëta edhe do është ta më ju pyta, ka të ri që kishni mendu që mundën me trashëgu këtë punën e juj? Këshyre, që janë në shkollë muzikës, ka disa. Po edhe që e kanë kry, janë, po s'dojnë me marrë pjesë. A kuptum? Se kjo, na ku jemi, qysh marrëmi pjesë në këtë shoqëri kulturistike, me kanë këto kanë të vjetra, as që dëshirojnë të ndëgjojnë dikush. Se ndroj fakt sistemi, përpara ka qenë pak ma tjetër. Do t'i ftojmë na, se tha njoni, ju pëboni na, po dush edhe me naftu. I kemi ftu një herë, nuk ka nërë. Një herë, po dy konkurse i kemi shqipë. Po se arrova... Kemi quna për shkolla. Kemi quna për shkolla, ftesa, kemi qitë plakata që lejmëroni hapët konkursi për këngëtar, për instrumentalista, kush është interesum, mundet marë, nuk na ka paraqitur askush. Gzona, dikush problemi kësaj. Po mendoj unë se kemi diskutuar edhe me kryetarin, edhe me drejtorin e shtëpisë kulturës. Në qofë se shoqëria kulturartistike nuk hen kuadër shtëpisë kulturës ose kuadër të komunës, hajri për shembull, djali bashkimit e kryen nesër fakultetin, nuk kanë në arsim vend, e gjon vetën aty, se unë edhe 3 vjet dal në pension, ky vjen edhe mas 3 vjetëve tjera, mas 3 vjetëve del ky, tjetri, edhe shuhët. Në qofë se e gjon vetën ai, se manimës, agimi ka do në pension, inkuadrohet e i rivi, 10 vet, 12 vet mu inkuadru për shembull në kuadër të komunës, e ki e orkestrën, i ki krejt edhe ai vjen dalët rrin këtu. Në qofë se nuk hen, unë po shkoj në këtu afër Mitrovicës. Vështre, bravo. Në Vështre e kanë kuadrët komunës e kanë. Do me thënë ekziston si mundësi? Ekziston. Mirë, po ligji tjetër është në Kosovë, tjetër është në Serbi. Ne kemi fillu me iniciativë disa dokumente si mundet të aktivizohet në kuadrët komunës apo në kuadrë shtëpisë kulturës. Në qoftë se bëhet kjo, do të ketë ri. Vinë për shembull se e din e ka një stabilitet financiare dhe është më ndryshe. Kur po vinë disa treja, pe shohin që nuk ka të ri, për në shofin e pak në mosh, po largohen. Ta shuni i kuptoj, pak ata kanë gjef trit më këshyre, mua, se unë të vetim ku një rina, në shoqërinë kulturartistike Abdullah Kashnica, jemi kon 40-50 tri, pak i rivi shkona qenë qashe keshët e folët e, me syje, me vetëlle, ajo pa më mi mush, ka kur qovla une këshyri me majtë diktaturë ndashte, se kur t'ja ipsh fjallën prindit, dusha ta mbash, dusha të fëmijë me zi, mirë po, kur janë tri, kur janë të moshës, 3 vinë, edhe fillon valja, fillon kënga, e ushtrojnë një këngë, e loni pasazh kënaqësia dhe jemi është edhe bashkimit, me loni instrumentalist edhe një këngëtar, kështu që të mundohemi ta shohim. Shpresojmë shumë
Na fillu me një këngë tash edhe një këngë tjetër unë shumë kisha dashur nëse ka mundësi. Pa, ani po A na keni një këngë si emblem që ju e përfaqësoni Preshevën zakonisht në festivale, që ju thoni që kjo këngë te ceke pak më herët thret Presheva, është kjo një këngë si emblem që kjo e kënga pa kryp ma shumë Okej, një tjetër. Na do shkojmë në një tjetër ta shkujtojmë Okej, cilë do që doni ju? Që më shiqon me buzë në gaz. Hajde. Kjo nuk është bager, kjo harmonika bën pjesë në grupin e instrumenteve me tastier. Më thonë se më që nisi me spjegu këtu se kuj më ki qajt kryen a gje e tash edhe këtu. Tiri njerë si profesor tavan edhe mi spjegon instrumentet. Çfarë kënaqësie sa herë që ju dëgjoj o Zot. Po e gëzon. Na mlefin më të madh edhe kur përlavin në shtëpi, kënojmë. Si përfaqësoj muhabetin. Tregomni pak çush është një ditë e juja kur organizoni për prova, sa jeni strikt me i mbajt provat, çush funksiononi? Drejtë me ta thonë, ne majmë provat martën edhe të njëjtën. Do të thotë, më varet dikush në qoftë se ka punë, kemi toleranca. E caktojnë në ora 18, sidomos dimrit në ora 18, po verës edhe ora 20. Mirë, po kur e kemi festivalin, çdo ditë majmë prova. Do të thotë, 2 javëshin e fundit, mos thonë çdo ditë se ndodhe, dikuj na i bjedeni, po ka ndodhen çdo ditë. Përgatitemi, nuk i lëm gjona çka le shko. E gëzon me arti me na ndëgju aty për skej ku majmë prova për skej sallës aty. Po ju kom dëgju. E thu se ti veç mytën. Po për Zotin. Thu këta u mytën. Po ndëgjo tash, për shembull, për një se muzika është interesant.
ata që mirën me muzikë kanë vesht preft. Po. Dikun një teli gitarës apo një asine e çakordon orkestrën. Ose këngëtari nuk kanë rregull, ftohësh ose diçka se ne mbrin tonalitetin, edhe orkestra paralizohet. Edhe kështu fillojnë gëshetimet në anën pozitive, jo negative. Po, e kuptoj. Mirë, po pastaj ajo është teli muzikës, nota e muzikës, teksti i muzikës që na rehabiliton. Kur dalë mirë kënga, beso Zotin e syti mshelmi hin dalin tyben e bashmi dikont. Po, mirë, po jemi strikt, po punojmë. Neve edhe në kohë pandemisë kemi punu. Edhe gjatë dimnit minusi ka qenë i madh na seminar. Për shka seminar? Seminar se naftojnë që ta shepata sot një ftesë për një shtator, një ose dy shtator në Rahovec. Po ma kenë në qendër të Rahovecit, edhe ajo është dita rrushit festohet atje, në konak të Rahovecit. Vinë orkestra, për fatë mirë si vjetë, do të patëm juri Zhani Ciko, për një kompozitori mas shqiptar që e njef, ai me të vlerësu, ne i morën 2 çmime. Kur dale, kur është interesant, në moshën që unë kom kënu e kom dalë në për festivalin e për koncerte para publikut ose kom dert, po kur t'ishe para një jurie aty, është interesant kapit e thët, e di vetë kur je. Mirë, po kur në fund festivalit, kur dale Zhani Ciko thot, është zgjedh thot orkestri më i mirë. Do me thonë shoqëria kulturore artistike Presheva nga Presheva, edhe kënga më e mirë, pa kabe me kënaqësi. Për Zotin. Pasoria se vetë je artiste, aktrimin, muzika, aktrimi janë të lidhët, arti figurativ, edukata fizike, këto ku tha Agimi, ne prova duhet mbaj se ne i caktojmë këngë se çfarë këngë kemi për Tetov, çfarë këngë kemi për Gjakov, çfarë këngë kemi për Prizren, Rahovec, edhe i danë si këngëtarë nga një këngë. Mirë, po kur po marrëm i vende pak edhe po t'jep kuraja ma tepër, kështu, a kuptum? Edhe po të vlerësohet punës që më shkoj puna shtojnë huqna. Probleme financiare edhe momentalisht kemi na presmi që të na ndihmojë kryetarja. I bojmë thirrje, jo veç presme, i bojmë thirrje me ju ndihmu se sinqerisht kudo që po shkoni po merrni çmime, po na përfaqësoni gjithmonë denjësisht. Kushdo që po vjen, ju jeni ata që përpresni shumë mirë, kështu që nëse juve nuk ju përkrojnë s'dikujt kanë mi dhënë mbështetje këto. Kështu që i bëjmë thirrje kryetarës, besoj ajo na pranon thirrjen. Ma merr mendja mua se na ka premtuar që do t'ju bash edhe gjejshmi ku ishte kryetari i Korçës, edhe ambasadori i Shqipërisë në Beograd, na premtoi që nuk ka problem për financa, se edhe na nuk përkërkojmë ku me di sa, po të kemi për garderoba, për instrumente, për festivale, qëto, se ne ku tha është një problem tjetër ku unë po kthena vetën se unë jam i punësuar, ku e di që e marr një rrok, po këta shokët e mi janë pa punë. Ne edhe përpara në pushtetin tjetër ku isha kryetarën ku kërku që shoqëria kulturore artistike të shkojnë në kuadër të shtëpisë kulturës, ku janë punësuar aty, ku e di orarin edhe e di një farë rroge që e ka. E tash presim që Agimi është si kryetar dhe ky ka bërë kërkesë që këta instrumentalista apo këta këngëtarë që janë në kuadër shoqërisë kulturore artistike të jenë në marrëdhënie pune. E shpresa më e madhe jemi këtu që e presin këta shok, se shumë letë është me fol e këzona kur e kini të ardhur, edhe pse këta shok, apo edhe unë edhe këta qertë marrëmi pjesë në për darsme, po darsme është sezon, si sezona e verës që përshkojnë në ndeti, shkove 2 javë, ktheve, edhe krynë edhe më për tash, inshallah bëhet kjo t'jenë marrëdhënie pune, këta shok, që na ecë puna pak edhe ma... Jo, t'ja leberoj pak se kemi pështetjen, po ta them kështu, se na kaftuar kemi pasë si shoqëri, si unë kryetar dhe 2 anëtar tjerë, jemi konte kryetarja, na kaftuar, na ka spjegu detajisht. Tash drejtë me ta thonë edhe e ka angazhu një jurist, të cilët me këshyrë, do me thonë të komendim, po edhe koalicioni është në përkrarje kësaj edhe drejtori i Shtëpisë Kulturore dhe Iniciative, do thotë e ka një elan, është një pozitivitet, do të thotë edhe një dëshirë e madhe. E tash sa ligji edhe duhet shkojnë në kuvend, përmes kuvendit. E tash ta shoh edhe këta delegate e opozitës, kuvendarët, ta shoh se sa po na përkrahin. Se shumë është letë gjujnë gurë, po
tash Exona duhet më boral se neve një vit e gjys na majti edhe kjo pandemia. Jo, na majti Kosova. Po financimi i Kosovës duhet me përmend. E falenderojmë. Një vjet e gjys nuk e kemi ndi krizën, ta them drejtën tash. Çdo festival kemi shku pa problem. Na po presim edhe si vjet ndoshta do thotë ne kemi ngel, po edhe pse kemi ngel, kryetarja bashkë edhe me Zavencin aty haptas para neve, ju festivalet nuk guxoni me anashkalu. Mos me shku. Jo, na qyshtek ja bojmë, ju qojmë. Ja bojmë qarën, edhe do të thotë kjo një mbështetje, është edhe kjo një mbështetje se duhet me dalë. Po, a është kjo pak, nuk o pak. Si tha bashkimi me mujt një 4-5 vjet që janë. 4-5 janë punë. Mirë, po jo me këta 4-5, veç me 4-5 nuk ma turkesa me 4-5. Fatmirësisht që janë këta në punë u paku. Mirë, po me fillu me 4-5 sa jemi 6, e pastaj do të thotë kur vjene çdo pushtet që vjene me marbe, do të thonë me loni vend lirë net për i shoqërisë. Sa e shoqëri, cili pushtet vjene e shfrytëzon. Do të thotë e pret, a ka ma shrydet se dje kur e pritëm, do të thonë kryetarin e Elbasanit, kryetarin e Durrësit, kryetarin e Lezhës, kryetarin e Korçës, ambasadorin për 28 me bo program. Po këshire duhet me thonë se shëkaja si u bo po matë për 28 se s'ka pasur para. Në vërtet, unë di se çdo organizim që po, do të thonë, ftesa par ju vjen juve, plani par për neve gjithmonë jeni ju, kështu që çe për shembull tash me 14 maj që është akademi përkujtimore, na jemi thuar prej tash, domethënë, bile më herët para 2 javë, 3 që kam bisedu, domethënë ne jemi ato që i shtym. Ama këta duhet me na ndihmoni neve. Shpresoj shumë. Tregom një pak se e di që ose kur shkoni në festivale, ose kur bani prova, ose qatë përvojës ju, disa momente interesante që i keni në kujtesë dhe i tregoni kështë për me kesh me grupin. Po foli une. Hajde, tregona një pak. Une sekretar shoqënie, ish kryetari, se na tornava të pedim. Po, jo, ish kryetari. Ne pata konkuru në Ministrinë e Kulturës në Beograd, edhe fitova 150.000 dinar. Për me mbajt këngët qytetare në Lugin Preshevës. Organizova, bilem aty pa taftu e trupit, kryetarin e trupit, pa naftu që t'jem prezent, po sardhën, kryesorja unë atë obligimin të me heka. Edhe ftova misafir tjerë, mirë po unë e pata shumë ngarkesa, se edhe ata misafir du dësh kemi pri tjerë që se këto në bugjeti, këto në kanga, që shpëm del, që shpëm asin pak më stresi, na jemi mësu me sfida, në shtë shkollë, kur dale kori, kur dale kjo, po qatit pata ngarkesa qera, edhe mu mlodhën këto gjitha, edhe une isha duke i përcjell këngëtarin i cili ishte duke kënduar, agimi ishte në def, se une harmonikist pse i bi harmonikës i bi, a nuk jam shoqëri si Gjesor Skenderi, po i bi edhe defi se mungesa e antarëve. Po tani të ka aktivizë, po kjo një mirë. Kur po shkoj festivale po na kshyri, ku po shkon kështi, shapodel ky apo se s'kemi defis. Kemi kërku edhe mbi anës këtu, po edhe në Preshev, edhe fshatrave, hadheni me kush duhe mira pak defit. Unë po vibe, po ja se çytimin edhe çiket me zotim mira. Defit mira. Po. Edhe ishke, se dikush ishke të këndu, unë e pingarkjesë se bona me që u kry kanga. Edhe po shkoj të agimi pja marrë defin. Na pengremi, unë e ngri defin, edhe unë e bona se me men që u kry se qash ngarkjesa, kisha qef sa ma shpejt kry se së më përbaloj, e ku shu këtim piton për më bet defin, këpëtot ndalve se kanga se u kry alo. Qupe dhe u kry, quda se u kry kanga. Dhe me thonë, Shirek Zona, ti vetë je artiste, del mbin e harron tekstin. Ka mundësi. Jo, unë ti tregoj dy raste. Në Prizren, ma i spari musha më ka ndodhë. Në Prizren, shtasht po duhet unë e vëmendjen mi përcjell këta. Unë i fundit po dal me kënu. Ishte kënga më e vogël si Florini. Kemi dal edhe skenda dhe unë e harrum. Skenda, cilën këngë be e pate? Unë i pithom lexoje. Ju më këthi për më të lexoje këngën. Edhe ta u hupëm në kejt, cilja këngë be kemi, ko e di mara unë e pe maj temën me ndune, ku më shku të naimi s'ka, të betimi ma pak shprejes pa, ta betimi,
I ka një tarararara, da bumbërë, ma je vogël, koka kom plasë e rapt. Edhe, tani, di kesh një, tu kuqa, tu njerësa, a rasi dytë në Reshen. Po naftojnë ata, ishte para vitit rim, do këtë 23 dhjetora, 24. Edhe një këngëtarit Prishtinës për në bashkan gjitat, dul korin e Xhmia Pagarusha, prezentoj, nashti po dalmi, dola unë e knova, për më shoj Devit, po dela jo, pe prezentusi. Këngëtarja Vjolca Shala me këngën Botazun e Flasi. Po shkojmë na dim bam ska bam bethiri këto. Me në Devin, në gardarobune. Kur shkoj, ama jo kejt qetë. Kur pe këshu ju kish këput stikla. Unë hate mëri hej, putalico, shej të bo. Shtikla, dil që ashtë të kom dathën e pitëm, hante pasine. Ajo fëstani ka, qysh mare, dil na, kejtë ndike. Aj haziri sa po mund të perdët, ma ka dërë se po ndije, zho gjallë kjetë ata publika, dulti kur të shkepua jo. Thash, hajtë se nuk s'kepo martu, thash, ama këshu që po dalë. Dil, mirë pa, di shko është problemi. Problemi ose, në qofë se nuk koncentrohesh, ti në për shembull e ki, ose a ki pa të vret, hini gurin, këpuc, kejtë si që i ka shkona qëtë, pas tekst. Edhe ajo, në grata, të i majtë mentasine, tekstin kërkund, melodia kërkund, tekstin e dhikët parë zdrov, dytën të parë, po e krytëm djeqysh. E tani ajo, tani masandena është e keshmja. Po normal. Sa të paraftirohen ato. Aty stres, ka panika. Po, neve një jetën e përdishme, mu më ka ndodhë, për shembull në shpeshe, e ndërse edhe kini ndëgju edhe ju pjantarve Arushën. Po, shumë, kom kesh, lutna, tregona. Po, isha në Kamenicë ndarësëm. Kamenicën e Kosovës edhe, po vim këto të edhe barë për në ndalin policia. Në ndalin policia, kishin konë një 20-30 vla aty. Edhe më ka thirë muaj një paj komandiri Hecka, po, qaj e ti këngëtar, po. Tu na halakatën, na qitën krejt ato zmadhimin e krejt, kur mu një fletore, A4 metrash, 5 fleton, e kalli atë reflektorin, nacionalistka 5, ma tha, këngë nacionaliste. Kube, Ev Surgjelili Arusha Malit. Ja, be thash, nuk është këngë nacionaliste, po, ku ketë në Kamenicë darës, zbot kjo darës me që kash. Kur, më fani, kur aj, tha, po më thot të këshyre, për këthema, e u shumë gjelili, tha shumë s'ki med vetë. Adi, Arusha Malit. Së është e vërtet, thash, jo e vërtet, së është e vërtet, e ka thirë një të Kamenicës, si sot në kujtojtë Rapatovës, pi thot, zora në Hecka. Ama shti, dersa erdhaj, po më thot qëre, në qovë se më ke rejtë, kejtë ko me të shti me hongër këtë fletore. Ku e gëzonë unë e fletët i hajshna, ma ko portina, ato që shë për typi mare vla, unë e soja bashkë në dertin, ku thësh na këtë do shkoj do toj nacionalisht ka 5, ma këngë nacionaliste, haje, fletët tani, a ma ko portinën, thësha 2 dit, ku kur ka ardhaj, pe këshyr, Surgjelili shumë s'ki med vetë, veç më ka këshyr, ka fletorën, pa, a për Arusha ti po kënan aty krenorë, a une në Kamenicë, Surgjelili, Arusha Malit, kinë komë, sa Arusha Malit, a për këta sërbë, jo, shumë s'ki med vetë. Qish po kënan për Arusha? E, thash Allah, im kënash pështova, shuj se po, për zotin nuk on katastrofë për para, sa në kanë shti shot me lujte, po to janë, se s'ka të emisioni 2 ditë. Edhe ka lujt mirë kë. Po, jo unë i kumbra Defit. Defit. Im shështra Defit, një Def edhe sa mu që më lësht në aftyrën. Mësë me mba. Se lujshin brez njerëzit, lujshin aty për këtu. 92-ën të jere. Unë 92-ën kom linë. E ki linë ti 92-ën, unë e kom shotën, e kom lujtën deri në Saba. Ku? U pa dama që dënia, për Sërbijës. Që tu te pompa benzinës o kona di që janë të shpijat kur dilsh para se me shku në kufi. Ma ka. Që aty o kone një bazend, edhe aty e pa të ndu kufini, këta si punkt, për kufi. Që aty për zotin. Teri në ora 7 mëngjes. Më ka zë zonës që shki lujt. Po, jo, erdhëm aty na, po na lutën ata ndarësëm, rrini edhe pak se mosafir, ka, ja, na balë, sa ati 2 kura, se një me ani, në zuhaki. Ata ketë ata gratë, lë, më në natë këcej me pak o birat, balë, ma, haziri, po kjo punë, na, ani të shvija, kur erdhëm aty, ku ketë?
ma ishin deja ta me raki. Ku ketë ndarsa. Ama e pashun kur e qeli atë xhamin me kombi. E qeli xhamin. Bile këta supset e kanë marrë për neve, po se ne kanë bo mirë. Okej. Po. Edhe ku e keni thatë, klarinetistin e kishmi të Kumanova, si shke deficit për instrumentalista. Dhe onaj duduk ta o Kumanova. Shti, e mishmi ka një def dvogël, hidhet valja par, binë nda hire, vas kishmi, ati defi tim shë i ka i bubnjari, edhe da hiret. Kur ti, shtaradisht ashtë ja që kam da hiro. Da hirë zion, këtë ti da hiro që për mas. Ti, Haziri, harmoniko, ti, Shabani, violino. Ti, Salira, Metlija, gitarën, edhe taksisti shke. Ti, jo e taksist. Që në tha kombina që edhe këthenu këto, edhe instrumentat merni. Ishte kofini këto, na për mas aty restoranti. Tha, a dini me mshu? Ata pesa gjashkit me ato jelekët antiplumbe. A dini me mshu, po na, po bedi. Edhe sa më ishin ato automatët, me natu, ta ma të shti që nata i spat s'kavla, 3 natës. Tha, shotu, ani, violin, harmonik, def. A i sali edhe a i taksisti u keshin. Me më sa më që me më luftyrën, po më shebe dikosh harë me nabo. Kur dale i polisi. Ju dy tha, po keshni? Sali, po. Ti, pse si instrumente, po i lekshtes gitarë? Tha, gitara elektrike, po. Ani, gitara elektrike nuk bon, tha, lujta ti, shotën. Kur e lujta, e shotën, e lishova defi. Tha, shti më si u kallë dhe ky. Unë e pegum lohi këzon. Ata ngovi një vend. Jo, njënjë, tha, jo. Sluta kështu, jo, tha, po zezati me neve. Qysh, unë e tha, kum pa ansambli shota. Njëta ashtu, njëta kështu. Ta qashtu, unë shti, salim për shti lugave. A qashtu, tha qashtu. A salim, unë ti, jo, fut, jashti, a hinëm në në. Tu, ba me bu me, kur njënjë t'jom të ek, jo, s'pëlluni mirë. Pse ku tha Mindili? Unë e që, defi ndër të bjerë, që dhe Mindili. Sa li, unë s'po qitë është i barabat me këta. Nera dhe Mindili, dhe shtë. Teri shtatë, sa bale, po shokun me interesant. Ndalë ne, dikur erë njënjë, tha, hajde më remon, tha se ndrimi. Hajde, po shkojmë, hypëm kombi, unë e për mas, i krejt. Aj taksistin, be kjo e besha për ju kalzoj, këto ves lufta. Thash, nalu, po shkojmë po vrami. Jo, ma lafi pivjene, lafi ani. Kur kemi arë për mi urën, shok, a dini shaka, u ba, qap, po. Gimi, thash, jo, pasha zotin, pa ku më 5 s'kalzaj. Qa ashtë që, kur ma se veç e ka i gjinë qime, ma shahatit, thash, va thënë tër 5 s'kalzaj, flaka, thash i dalët. Edhe një me kalzova, një me u bojit. Po tybe, po, kemi lujt. Fshtirbe o kona e këzon, për zotin, po. Pasha zotin kanë mendu, shere muzika është ushqimi trunit i shpirtit. E dikon shkon, do të thotë e kënaq shpirtnisht e kejt. Mirë pa, nuk e di çfar brenga ki. E ki dhe një smut e shpia. Unë e kom pas vllavin të obohat në atë operacion, kom kënu, në djerin. Do të thotë, më ka ndodhë rasti dytë, shoqe në operacion Turki, më kom marrë kom kënu. Do të thotë, nuk e di, ti e di për shembull ku marr koj, po marton gjallë, ama unë nuk i kom prish qef. Muzikanti nuk prish. Së në më kanë marrë mu vesh kur kush ish për shembull që ja kom në zemrën e kom, do me thonë, bosh. Po kom kënu kom thonë ato, edhe këti i ka sine, edhe te këta, edhe këti prindi ka dek ndarsëm. S'ka ti, do të thotë, me muzikë më marrë, e pa mundën është mos me ndodhi shka. Mirë po, njeri duhet mi përballu. Po kur të shofe dikush pi jashtë, thot këta muzikantët u knaqën. Këta jetojnë, kanë pare, na ketë me sezona. Fito verës, dimnit, fito verës. I Rushkova 62 vjetë, hajtë. Diçka për fund, çka do që ju doni nësa është thirrje për trit, për këndo që ju menoni që është nevojshme lidhje. Pak një bar për marrë mina si, mësim dha si, ose do mos i kësa në lande e. E këzona të edhi se na që aty mo jemi zbashku, në atë shkollë aktivitete ku mbajt, shumë aktivitete, me korin e ullëte, me korin e lartë, me valët. Mirë po
një mungesë e madhe e vallëtarëve kur po shkojmë dikund po jemi mangut. Edhe këngëtarëve. Po shembull unë jap gjithave klasëve 7. Tash e cakton një këngëtare, si po del klasën e tjetër, mo nuk po vjen. Po vazhdon shkollimin të mesëm, teknika në gjimnaz, po drejtohet dhe na kemi mbet pak si mbrapa. Si ka instrumentalistët, si ka këngëtarët, si nga vallëtarët. Që thash edhe më përpara, kemi bë me Këshillin Nacional që të kemi barëm të hapët një shkollë e ulët e muzikës, momentalisht kuadër kemi tash. Hapësirën e di pak paravarësisht, më kanë tregu se ku hapësira është shumë e mirë, vetëm se presmi lejen të na jape nga Ministria e Arsimit për hapjen e shkollës ulët muzikës. Unë si bashkim kom pa që përpara kemi mbajt kurset pianos të instrumenteve, mirë po ka një muj, 2 muj edhe kalon. Unë si bashkim kam hap tash një shoqat, art klasik, në bashkëpunim me zotërijet Mirin të Tohës, që edhe e ka art klasik, mirë po e ka të licencume, më thonë edhe unë e kom na për është e lejmërume, edhe kush shpresoj të filloj me kurse për piano, kitar, violin, klarnet dhe solo këndim. Sa mirë, po. A do të paguhet kjo, po ne, aj që e bje fëmijën, që do me pas me ekzekutu një instrument, se shumë po është edhe interesant, se unë pithom edhe në zanzve, ti kur qojsh nesër në Gjilana, në Prishtina, në Shkupa, Kumanov, ku kemi miqësi, se na kejt, po jemi të lidh, apo mbarë të kulturës muzikore, po adi me këndu jo, po që ishti një libër në afër 20 këngë, klasë e 7, apo klasë e 6, apo klasë e 5, veç klasë e 8 kanë më shumë teori, për kompozitorët, veprat muzikore, e është marrë për shemë një instrumentet i sot mos me ditë me ekzekutu. Unë e mendoj edhe shpresoj që prind pak kanë mu videsu ma shumë, edhe fëmijën e vetë me drejtu, mos me shku në kafiqe, mund me drejtu edhe në shoqëni kulturore artistike, si me arë me në ndëgjuni edhe si vallëtar, si këngëtar, si aktu. Ftoj gjithë prind pak të qelin sytë ma shumë, se unë jam qatu në arsim vetë edhe po shoh sa tash pak ndryshoi edhe sistemi, do ligje pak tjera na kanë pru. Ma shumë nxënësit me telefona jonë se sa, po edhe na pse i marrmi telefonit i dorëzojnë në shkollë, po tash po ka qera sistemet punës. Unë edhe njerë vi falenderoj juve për ftesën që na keni bërë, na bisedum gjithsesi pak edhe për shkollë, edhe për shoqëni, edhe për jetë përditshme. Unë ku thash edhe më herët kur pyeta a keni diçka. Një herë mbajnë mend se di çfarë viti ka qenë, si ka 3-4 vite, ku erdhën te unë i ra me arni profesoresh, me ndëgju se si mbahet ora e kulturës muzikore. Edhe unë përgatita më herët, më pari kënga këndohet me solmizacion, do të thonë me nota, pastaj këndohet me tekst, edhe lidhet ku janë pushimet e ku janë këtu. Edhe unë e pata përpunimin si mbas e renditjes, e pata përpunimin e këngës Çumore Regjo. Më pari edhe pak u vesha si bukur me kravasa, duhet në shkollë pak me shku si çdo arsimtar, veshje ma tjetër mu dallu për i tjerëve, edhe unë ndreqa mirë, shkova, i qova në nxënësit kabinet, profesoresha ullë në fund, edhe ja nise me këndu këngën me solmizacion të Regjës, njerë sor si edhe këndum që Regja ka vdekje, po vinë krushit malit e fushës e këtu. Peshof edhe një 5 minuta, thashtë të pysë nxënësit se a ka dikush me pyet diçka. Kur peshof një nxënës për qënë dorën, tha shëvërsimtar, tha, a është be Regja gjallë? Po thash në 45 minuta shak këndum me krejt. Shak këndum, po ku e di unë? Po, ku e di unë, po. Edhe qeshën edhe qertë nxënës. Basi qeshën, asa një erdhe interesant se ju shke sërbe. O gjurë Shqipës, s'pare medje që e ka di se nësë universi tash, tha, merë mirë, tha ora, tha dull shumë mirë, po, diçka tha shumë be në fund u disponun, po thash na që 45 minuta po këndojmë që Regja ka vdekje, kam shu kalje, krushtit po vine këtu, thash aj po vetë, a është Regja gjallë. Edhe aja nisi me qesh, tha, ku shkum kafe me pi, pitot ati me qerë me inspektorëve, tha, kom hec, në këtë rëthin luginës për shevës, tha,
mas interesanti dhe më ka dalë ora e bashkimit për darsma më spolmi më shka sta ndodhë, po profesorja e gëzon kemi shëndet punojmë të ashtu. Që kjo shumë e rëndësi, shëndet edhe shumë suksese në fond. Une ti tregoj, kur u bona njëherë, se 2 herë s'mosh, njëherë, kur pata problem me kukin, edhe e bona më operacion, edhe kur erë dhe pjegje, ku po thojmë shëndeti, kur erë dhe nga Beogradi, thash, me më thirë dikush për darë, se ku mi thonë, zotë një ke gabu. Unë për para na kemi ngajt me marë darë, me sjell një far i dare. Kur zona mu drejtu, veç thire njoni, thash shkruje. Dhe me thonë, që është pik sparje shëndeti. Që shumë e rëndësi. Që se kemi shëndetin gjitha këto, shëqyri jemi shëndosh e rahat, që edhe misioni jemi të e mbajt. Autom. Unë për fund, spari ju falemderoj juve si televizion, Spektri që nuk ka hezitu gjithmonë ndihmi sikur familje tonë. Juve falemderit si prezantuese, dash Zotit keni shëndet edhe ju të vazhdoni me artin e juve, drejtimin e juve, edhe këtynve kamermanove, gjithë stafit, për drejtorit e të poshtë, s'po i përmendi gjithë. Unë në fund kisha mi ju drejtu prindve, në Lugin Preshevës, prind dashur, ju kisha drejtu juve se fëmijët e juve, pa marrë parasysh moshës, po si të filloj klasën e parë ose 2 shkollës fillore, drejtoni në kulturë, pse po thom kulturë, në shkollë, në mësim, po në kulturë, se neve na ka ra me hecë gjithë botën shqiptare dhe jashtë botës shqiptare, në për gjitha shtetet. Në qoftë se një fëmijë e çon e mëson një këngë shqip, edhe ditë këndoj, ditë ndëgjoj këngën shqipe, jo vetëm se e respekton familjen edhe rrethin, po kam respektu edhe poplin, edhe gjuhën, edhe kulturën, edhe tradita shqiptare. Kështu që ju drejtojmë juve, mos hezitoni, drejtoni fëmijët në qendrën, ja në shkollën të muzikës që po hapët, po edhe në për shoqëri, në për arte dramaturge, fëmija drejtoni aty, largoni për i rrugës keqe, keni mja po hajrin edhe ju, edhe shoqëria, po edhe ne. Ju faleminderit gjithëve që keni përcjell këtë emision, Zoti shëndet dhe miropafshim do ta kryeni ju. Faleminderit shumë. Shumë emocione, shumë mesazhe të rëndësishme, shumë motiv të mirë për të rit. Unë ju falenderoj nga zemra, ju uroj shëndet fillimisht edhe shumë suksese në punën e juaj, edhe shpresoj që ta ndjekin rrugën e juaj sa më shumë të ri, sepse kemi nevojë realisht. E ne sonte po e kryjmë kaq emisionin, edhe pse e di që edhe nëse kishim vazhdu, kishim fol gjithçka me juve. Po me kaq po e përfundojmë, miqtë mi të dashur, e ne shihemi prapë të premtën tjetër e deri atëherë mirëmbëçi.